Përshëndetje, ja ku po takohemi edhe këtë shtunë të kuzhina a bebit në radio televizionin Duka Gjeni. Jeni bashkë me mua Ariana Rokën, ku në pjesën e parë të kemi Elona Ismaili, specialiste e lokopedisë dhe e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila punon tek Instituti i Shërbimeve Psikologjik Social si lokopede. Profesionin e lokopedisë e ushtron që 5 vite, tani më punon edhe në Frezaj, po ashtu edhe në Prishtinë. Në pjesën e dytë kemi Garën, ku janë fëmijët e Hadi Pacolli dhe Izabela Demolli. Në pjesën e tretë do të kemi recetë nga Podink. Pa humbur shumë kohë, ne i falenderojmë mes tanë që janë Duka Gjeni Bookstore. Libra për fëmijë dhe për ju të veçantë dhe unik, që mund t'i gjeni vetëm në librarin Duka Gjeni, tek sheshi në Natërres dhe online në faqet zyrtare Instagram dhe Facebook. Palma me mobiljet më të mira për shtëpitë e juaj dhe zyret e juaj mund ta gjeni në Frezaj, Pejë, Gjilan, Prizren dhe po ashtu edhe në Zvicër. Optika Roka me 2 pika në Gjakov tek sheshi Tom Llantëshku për juve kujtese doktoresha Shukrene Roka dhe në pikën tjetër në Qandërku për juve kujtese doktor Ermaldita. I gjeni të gjitha brendet e njohura të syzeve optike dhe të diellit si Prada, Vogue, Ray-Ban e të tjera. Spitali Lindja, spitali më i mirë në vend me përkujdesje maksimale nga i gjithë stafi, mjek specialist që kujdesin për ju dhe shëndetin e fëmijëve tuaj. Gjendet në Prishtinë, për më shumë detale mund të kontaktoni në numrin e telefonit 049 99 923. Shihemi vetëm pas pak me të ftuarën tonë. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është munduria. Ne jetoj me ju. Ne festoj me ju. Ne dashuroj me ju. Palma. Optika Roka. Zgjedhje e përkryer për familjen tuaj, me modelet më të reja dhe ikonike të syzeve të diellit dhe atyre optike për fëmijë dhe të rritur, si shitës zyrtar i brendeve botrore Luxotica. Optika Roka me përvojë të dëshmuar shumë vjeçare gjendet në 2 pika në qytetin e Gjakovës, në rrugën në Natërez në qendër të qytetit, ku çdo të martë ofron vizita për pacientët mjeku specialist Ermaldita. Në afërsi të sheshit Tom Llantësh, ku ju pret çdo ditë mjekja specialiste Shukrene Roka. Me teknologji inovative në të mirë të shikimit tuaj. Modele të reja të brendeve botrore nga Luxotica, vetëm në Optika Roka. Kualitet i lartë, shërbim cilësor. Si jemi më të lirët, jemi më të mirët. Optika Roka. Spitali Lindja, në objektin e ri, me staf profesional. U rikthyer në studio me pjesën e parë, siç ju tregova pak më herët, që sot do të kemi kënaqësinë të jetë bashkë me mua Elona Ismaili, lokopede. Elona, faleminderit shumë, meqense se është shumë një kërkesë e madhe që më pas në studio dhe me bisedu për shqetësimet që nana ti ka. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë me pas njerëz kaq pozitiv si kur ju. Unë nuk po duhet më shumë kohë, se e di që i ki terminet e shumta, meqense se vetë ndëgjohesha që tu lajmërojshim prend. Elona pra vjen nga Frezaj, mirë po mban seanca edhe në Prishtinë, apo? Super, shto që nana të cilat prindrit të cilët jetojnë në Frezaj dhe në Prishtinë, pra mund ta gjeni Elonën në 2 pika. Elona, a mundesh pak a shumë po fillojmë, ndoshta kur duhet më bo ajo vizita e parë te lokopedi, kur prindrit duhet më fillu ndoshta pak më shqetësu tek kur mbesin fëmijët pak në vonesë në të folur? Po, patjetër, zhvillimi i fëmijës është në fazat ndryshme. Dhe në momentin që prindi e sheh që fëmia
është i shqetësuar për zhvillimin e fëmijës vet që nuk po shkon diçka në rregull sipas moshës kronologjike, atëherë mundën me vizitu terapistin e gjuhës dhe të folurit. Sepse zhvillimi i fëmijës zhvillohet në stade të ndryshme. Për shembull, kur fëmia i 6 muajsh nuk reagon ndaj emrit të tij, nuk reagon ndaj zhurmave të ndryshme, nuk e ka kontaktin, fillon që nga muaji 6, po, kur nuk ka reagime, kur nuk reagon ndaj zhurmave të ndryshme, nuk ka kontaktin me sy, nuk ka objekte të ndryshme të vogla që i përkasin motorikës fine. Dhe në momentin që e shohin që fëmia nuk i ka gugatjet ose fitimin e fjalëve të para mama, baba, atëherë është një shqetësim për prindërit që duhet mu drejtu te logopedi. Po fillimisht a duhet me kalu te psikologu? Apo nuk ka problem për shkak me kalu direkt te logopedi kur i sheh për shkak këto shenja? Është më e rëndësishme me bëj një vlerësim te psikologu. Dhe në momentin që psikologu klinik e sheh që fëmia ka vetëm vështirësi komunikimin, atëherë duhet mu referu te logopedi. Por në momentin që fëmia ka vështirësi me sjelljet dhe ka vështirësi me kontaktin me sy, mungesat ndryshme të aftësive kognitive, atëherë duhet mu referu te terapisti i stimulimit, te psikologu. Për fëmijët ma të rritur me qenë se shpesh në bjen me pas komunikim me nënat aty në faqe, është shpesh edhe ndonjëherë si shqetësim edhe pjesa e të ecurit, që shpesh ka fëmijë që fillojnë me ecë në majët e gishtave, a është edhe ajo njëra prej shqetësimeve që duhet me pas prindërit? Varet prej zhvillimit të fëmijës. Nëse ka vështirësi vetëm ecën majët e gishtave nuk është ndonjë shqetësim, por nëse fëmia ka probleme tjera që i bashkangjiten, atëherë mund të jetë një shqetësim edhe ecja në majët e gishtave. Po, sepse ka pas shumë komente të ndryshme për shembull edhe që vinë ndoshta mund të them pasojë që mund të quhet një nga shkacet ose një nga pikat që fëmijët autistik mundën me pas. Në cilin muaj realisht duhet fëmia me i fillu ato fjalët e para? Po mendoj të qarta, sepse këtu si tinguj vetë se tregove që fillojnë nga 6 muaj. Po, zakonisht gugatjet fillojnë nga 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, që janë mama, baba, dada. Masnej në moshën 12 muajsh, fëmia duhet mi pas 2 deri në 6 fjalë, në moshën 15 muaj 10 fjalë, në moshën 18 muaj 20 fjalë, në moshën 24 muaj 20 deri 50 fjalë, e tu vazhdu kështu me radhë. Moshën 3 vjet duhet me pas deri 150 fjalë, moshën 4 vjet duhet fëmia me kanë gjendje me ritregu një ngjarje, në moshën 5-6 duhet vese mu fitu të gjithë tingujt, mënyrën e saku, deri në moshën 7 vjet duhet mu fitu edhe tingulli R edhe tingulli R që janë gjë që tingujt R dhe R janë të vështirë për mu artikulu. Po, kështu që duhet me pas si bazë në shta kryesore deri në moshën 7 vjeçare. Për çfarë nëse nuk i kanë të gjitha këto? A duhet me pas bërë një shqetësim me qenë se munden me pas të folën, po jo sakt për shembull këtë arritje të fjalëve sipas moshës së quhet sekët. A duhet me bashkëpunu me logopedin në momentin që i shohin për shembull që një fëmijë një vjeçari mungohen lidhja fjalive ose deri në moshën 3 vjeç nuk duhet më shqetësu për pjesën e komunikimit, po nëse deri në moshën 3 vjeç nuk është fitu një komunikim sa i përket moshës 3 vjeç çka duhet me fol fëmia, atëherë është një shqetësim. Në moshën 3 vjeç vetë fëmia duhet me fitu unin. Zakonisht fëmijë deri në 3 vjeç për shembull, po flasim për një fëmijë, për shembull fëmia ka emrin Ana, ajo thot Ana ka kët, Ana ka kët, nuk thot që un kam kukullën, po reagon ndaj emrit saj me Ana, jo unë. Në moshën 3 vjetë vese fitohet uni. Po, e kur jemi këtu se bashkë më kujtu një pyetje me qenë se nëna që shpesh e bujnë, kur zakonisht fillojnë këto fjalët e para. Sa është shqetësim kur për shembull disa fëmijë i thojnë mbrapsht, për shembull uji i thojnë iu, ose thojnë këtë ndryshe ato që dojnë me prezantuar. Është edhe kjo një shqetësim? Po mendoj te pjesa te mosha 4, 5, 6, nëse fëmia nuk i thot fjalët në mënyrën e duhur, që ka të bëjë pjesë me çrregullimet e artikulimit, është një shqetësim për shkak të muskulaturës orofaciale që fëmijët nuk e kanë të masazhuar pjesën orofaciale, do me thonë faqet, buzët, gjuha, nofullat që janë pjesë e komunikimit, që janë kryesorët për me artikulu tinguj, atëherë çdo fjalë nuk thuhet në mënyrën e drejtë. Duhet për këtë pjesë duhet bërë ushtrimet e gjuhës, ku janë gjuha larë, gjuha poshtë, gjuha majtas, djathtas, ushtrimet e frymarrjes, frymarrje me hund, frymëzirje me gojë, fryrja e balonave, fryrja e fluskave, gjë që ndihmon në pjesën e muskulaturës orofaciale.
super. Pra këtu janë disa këshilla nga Elona që realisht nuk është që kena pa që shpesh ndonjë logoped i ka sqaru kaq bukur, kaq mirë edhe tjerë. Them këtë mënyrë se zakonisht ndoshta edhe logopedët e sqarojnë në mënyrë të shkollës, mirë po unë mendoj që është më e rëndësishme mu prezantu në atë mënyrë që çdo prind me pas mundësinë edhe me kuptu. Sa është e nevojshme bashkëpunimi psikolog dhe logoped? Bashkëpunimi psikolog-logoped është shumë i domosdoshëm, sepse psikologu e bën detyrën e vet, logopedi e bën detyrën e vet. Gjë që psikologu kryen teste të inteligjencës, kryen teste vizuale motore, kryen teste të ndryshme që i përkasin pjesës së psikologjisë. Kurse logopedi e ka vetëm punën e pjesës së komunikimit, domethënë kur fëmia ka vonesë gjuhësore, ka pjesën e belbëzimit, ka pjesën e çrregullimeve të artikulimit, që ne i trajtojmë çrregullimet ndryshme, psikologu trajton Edhe vlerëson. të ndryshme. Domethënë pjesa e inteligjencës nuk është pjesë e logopedit, po është vetëm pjesë e psikologut. Edhe duhet jo vetëm e psikologu, po duhet me qenë një ekip multidisciplinar që duhet me pas një bashkëpunim për vlerësimin e fëmijës, që duhet me bë plani individual për atë fëmijë. Nëse fëmia ka, po marrim shembull, elementet e autizmit, duhet me ka një ekip që merret me vlerësimin e deri te diagnoza autizmi, që do me thonë është neurologu, psikiatri i fëmijëve, psikologu, logopedi, gjë që secili e vlerëson pjesën e vet. Neurologu pjesën e vet, psikologu pjesën e vet, logopedi pjesën e vet, dhe arrin deri në përfundim se çfarë çrregullimi ka fëmia dhe ku duhet me ndërhy, te cila pikë, që do me thonë pikat kryesore, objektivat e para, secili Fëmijë. te secili fëmijë dhe secili ka atë punën e vet se çka duhet me ndërhy. Po, fiks. Kur jemi këtu me qenë se jemi të pjesa psikologët dhe logoped, si është ai dallimi për fëmijët që për shembull në autik edhe fëmijët me vonesë në të folën, me qenë se është një dallim i madh, mirë po sot mendoj nga teknologjia ka edhe pak që në disa pika për shembull duken shumë të ngjashme. Është se shumica e ngatrojnë për shembull kur një fëmijë nuk flet, mendon që fëmia ka elementet e autizmit. Po kjo është ndryshe, sepse një fëmijë me vonesë gjuhësore është për shembull kur fëmia nuk i kupton fjalët mami, babi, nuk i kupton konceptet po, jo, ose stop, ndalo, nuk i kupton ngjarjet e thjeshta, ose nuk merr komanda të thjeshta, për shembull shko hape derën, ose shko fike dritën, që janë komanda të thjeshta. Kjo ka të bëjë edhe pak me pjesën, kjo ka të bëjë me vonesën gjuhësore. Shkaqet e vonesës gjuhësore janë kur tek fëmia që ka simptomat e vonesës gjuhësore është kur ka mungesë nxitje nga të rriturit. Mungesë komunikimi. Mungesë komunikimi nga ana e prindërve ose nga ana e prindërve që ai jeton me ta në rast se fëmia nuk vijon kopshtin, është pjesë e mungesës së komunikimit, nxitjes së komunikimit, që do me thonë vonesa gjuhësore është më shumë shkaktar nga teknologjia, mungesa e nxitjes nga ana e të rriturve. Po, kur jemi këtu me qenë se i përmene kopshtet, sa i rekomandoni kopshtet për fëmijë? Me qenë se unë e kum pa shumë të arsyeshme dhe shumë blepshme këtë pjesë, edhe pse kum dërgu ndështarin 2 vjet e gjysmë, ndoshta unë është dashur edhe më herët, mirë po sa i rekomandoni edhe sa shihni të nevojshme? Po flas në atë aspektin që vijimi i kopshtit është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës. Jo vetëm në aspektin e komunikimit, por është i rëndësishëm në aspektin emocional, në aspektin social, që do me thonë fëmija socializohet me fëmijët e tjerë, që do me thonë për fëmijën, ma të rëndësishëm janë moshatarët e vet se sa të rriturit, se fëmija me fëmijën zhvillon një komunikim. Ndoshta jo në formën e duhur, po me gugatje, me mimika, ata e zhvillojnë një komunikim, flasin ndërmjet vete, po. Edhe pjesa e vijimit të kopshtit është shumë e rëndësishme për zhvillimin e komunikimit, aspektin emocional, aspektin social, aspektin kognitive, i zhvillon shumë pjesën e imagjinatës, pjesën e kreativitetit, se fëmijët në kopshte bëjnë aktivitetet ndryshme, e zhvillojnë motorikën fine, motorikën gros, motorikën globale, që bëjnë ushtrimet ndryshme sa i përket gjitha zhvillimeve. Po. Kështu që sipas jush është mirë me dërgu fëmijën në kopshte, po? Në kopshtet të cilat që realisht kujdesen për fëmijë, me qenë se uroj asnjëherë mos me pas ndonjë pakënaqësi nga asnjë kopsht, me qenë se unë ndoshta pse jam nane, kom pak këtë temë shumë të ndjeshme, sa i përket kopshteve, po rroj që t'i kemi pra gjithmonë kopshtet në nivel, ato mos dëgjojmë asnjë problem për fëmijët. Me qenë se jemi në fund, deshta me të pyet, edhe ndoshta më drejtu ju vetë prindërve, se ku munden me gjetë edhe nga cila moshë punoni me fëmijët? Atëherë, unë punoj në
Institutin për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiko, në Prishtinë dhe në Ferizaj. Unë si logopede punoj me fëmijët prej moshës 3 vjeç. Atëherë kur fëmia e fiton një komunikim, kur ka vonesë gjuhësore, punoj me fëmijët që kanë çrregullime artikulimi, që nuk artikulojnë tinguj të ndryshëm, me fëmijët që kanë me fëmijët që bllokohen gjatë komunikimit, që do me thonë nuk mundën mu diagnostifiku si pjesë e belbëzimit, po që janë bllokimet e para. Po, se thjesht nuk mujnë më shprej. Po, kështu që në qytetin e Ferizajt dhe në qytetin e Prishtinës, këto janë vendet ku më punoj. Po, gjithashtu, a mund t'ju gjejnë edhe në rrjetet sociale? Po, patjetër. Pra, në Facebook e dime që nëse kemi komuniku bashk, Elona Ismaili gjeni në Facebook, që shkruan logopede, mirë po në Instagram? Nuk është që... Jo, në Instagram... Do më thonë, për momentet e gjeni vetëm në Facebook, po besoj aty e keni edhe numrin kontaktus, nëse veç dëshirojnë me ju kontaktu. Elona, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që të kisha pjesë të misionit Kuzhina e Bebit edhe që ndove kaq këshilla të bukura për një prindërve. Gjithashtu ne do të presim prapë në misionin Kuzhina e Bebit. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte edhe imja. Faleminderit shumë. Ne shihemi vetëm pas pak me pjesën e garës. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuim. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetoj me ju. Ne festoj me ju. Ne dashuroj me ju. Palma. Spitali Lindja, në objektin e ri, me staf profesional. U rikthyem në studio e tash jemi tek pjesa e garës ku bashkë me mua studion është Ehadi dhe Izabela. Ju jeni me një klasë apo? Po. Fillimisht po presim Ehadi më na prezantu pak emrin mbi emrin nga vend dhe po ashtu recetën. Përshëndetje, unë jam Ehad Paculli. Recepta em është makarona me sës domatesh. Me qenë se domatet kanë qenë pjesë e javës që ju ka ardhi maila pra. Prandaj ki vendos me bu me salsën e domateve. Bravo. Po kalojmë te Izabela. Izabela, përshëndetje, mundesh pak më prezentu, edhe më na tregu çka ke bërë për recetë. Po. Unë jam Izabela Demolli, edhe sot kam përgatit recetë shpejt në tigan. Po, që ka në përmbajtje? 2 domate, 1 qep, 1 hudhër edhe 1 patlıcan. Edhe këto tjerë. Rigon, krep, parmezan,
hudhër pluhur dhe vaj ulliri. Super, ju mundi me fillu përgatitjen e recetës, në ndërkohë ne do të bisedojmë edhe bashkë. Paraprakisht e hajtit ja kum vendosë ujin që me vlu, që me pas ma letë, me bo përgatitjen e recetës. Fillimisht, për vendosim pastat. Vendosi gjitha. Të lëmë. Në ndërkohë të t'i gani që kime përnu e hatë. Ta ndezi plake, edhe ta qesim pasat anej që me pas ma letë. Veç pak tash se këtu i ka prej kjo pllaka. Veç mundohem me livrit këtu për shkak që ndalet pllaka. Fillimisht po vendos vaj edhe krepa, po? Po. Okej, kjo salca domateve. Po kalojmë te Izabela. Edhe të shofim nëse Izabela ka nevojë për ndihmë. Izabela për momentin po e pret patligjanin. E zi. Këtu kemi fërgu? Po vetë. Unë ta ndeza këta. A ta vendosi vajen? Pastaj, do më thonë, gjitha përrimet kemi vendos në tigan. Apo? Kur të përgojnë këto, i hekim këto dhe pastaj i fillojmë me këto. Me përgatitjen me domateve edhe qepin edhe hudrën, apo? Super. Vajnë e kitë vendosër dhe plakën të ndesër, kështu që mundesh me vazhdu përgatitja që më së ngaj. Dhe shof e hajtë nëse vis të kanë ndojt plaka. Ndovit që të pjesën përmes me livrit. Po t'i kalojnë e pastat të plaka ime, që me pas t'i ma letë me punu. Me qenë se këto pastat nuk është që duhen shumë me qenë ofër. Apo më të regoni që ka ju pëlqen me bu në kohën e lira, ju pëlqen me lexu. Që ka ju pëlqen? Në kohën e lirë mu pëlqen të lexoj libra shumë trashat më dhoja. Romane. Romane edhe të ushtroj. Super. Qka ushtroj? Boks. Super. Izabel, ki nevoj për ndihmë? Jo dhe shumë. Po qka do që t'ki nevojë në të një mëj? Se nuk është problem, as nuk të penalizon kur gjë teoria. Mi sjell këto? A i ndihmon Izabel mamit në kuzhinë në shpe? Nga njerë. Çka të pëlqen me përgatit ma shumë në shpe? Pëlqen për shembull. Palpeta? E pëlqen? Pëlqen më shumë me bë. Kujdes dorën prej tikës? Pëlqen me bë makarona më shumë. Makarona. Super. A të shtojmë edhe pak vaj, me qenë se kemi vendosur dhe produkte tjera? Në ndërkohë, në përshkoj pak edhe të e hati. Me pa, se ku është me recetën.
Tash ke vendos bazilika, po? Po. Kjo jep shije, akoma më shumë, pra e ati është duke i prit veç pastat. Apo? Po. Qona të përzi. E deri sa të bëhet përfundimi i recetave, me qenë se procedurën pra vetëm na treguan, ne po shkojmë pak marketing, rikthehemi me psikologët që janë gjithmonë me neve në studio, Fortunën dhe Dorontinën, për ta vlerësuar recetën e Ehadit dhe Izabelës. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetoj me ju. Ne festoj me ju. Ne dashuroj me ju. Palma. Spitali Lindja, në objektin e ri, me staf profesional. U rikthyem në studio, ku Ehadi ka përfunduar recetën të lëmë, gjithashtu dhe Izabela ka përfunduar recetën. Janë dy receta që po token mjaft të bukura, po besoj edhe të shijshme me qenë se akoma nuk i kom provu, se si zakonisht Ranin ma merr Fortuna dhe Dorontina nga kofti ndërkombëtar. Faleminderit shumë që ma merrni Randin për me i provu këto ushqime qaq mira dhe të shijshme. Kështu që, apo vazhdoni për testim? Për momentin po testohet pjata e Izabelës, e cila ka përime në tigan, pra të fërguara. Ku ka vendos domate, qep, hudër edhe patlıgjan të zi, me erza hudër pluhur edhe ka pas krep me mesa. Kjo është receta e Ehadit. U knaqë të hungur, lem një rënë. E sa mirë bëllë që i pëlqen i krejtë shijet, se pak probleme, dhe me pas në e diqka që se pëlqen. Probleme i testu. Që shpjo do kënë recetar? Fëmijëve juroj sukses në tutje. Kjo është vishë një garë dhe normal që njoni ka me dalë fitus. Pa tjetër. Besoj janë përgatitën para prakesh. Sepse domatja si shije ka një shije shumë më të fortë se perimet e tjera, edhe jep një... Dominojnë ma shumë. Po, ma shumë.
Pjata ftuese për moshë sot pjata e hadit, se po njihen Shihet. domatja, po lidhet shumë mirë me parmazana dhe me pasta. Po. Izabelës ju uroj suksese më tutje. Nuk ka qenë pjatë e keqe, po shija pak ma e fort. Presim edhe mendimin e fortunës. Edhe për mua njëjtë të dy pjatat shumë të mira, edhe pamjen e kam bërë të dy shumë të mira. Po vrej shumë lezetshëm ashtu. Shumë bukur. Tamam se shefa të kuzhinës. Mi mendua atë më bëu më do kështu tamam bukur. Edhe për mua e hati e pitëngaren, arsyeja se e ka bo sosin, i ka dhonë këgja shije. Po, i ka përzi shijet me bazilëkën. Po, edhe me parmazanin edhe pak krepa, po. Edhe Izabela e ka bo pjatën shumë të mirë, veç se dikush dhe të Sta shkom ju të regu diçka, kur vjen Izabela me hadin mes. Kështu që faleminderit, fitus për sot është e hadi. Ndërsa Izabela, para se me përfundu emisionin, po tu me të regu që ka thonë Izabela. Izabela ka thonë inshallah hufi se po të mi marë të sysat. Kështu që ju ka realizu po më do këtë dëshira, po. Për ndryshe ke qenë shumë e mirë edhe më ke knaqe dhe mu gjatë përgatitjes së recetës. Është naci që me njoh një fëmijë si ti, ka që talentun, ka që ëmbël, edhe shumë energji pozitive. Shumë faleminderit. Aha, ty zamër, të uroj suksese më tutje, me qenë se ti e vazhdon garën. Ndërsa për syzet, janë pra për ty. Exhaust, që janë nga Optika Roka. Në ndërkohë, unë e falenderoj patjetër Dorentinën edhe Fortunën që janë gjithmonë me mua. Ne shihem vetëm pas pak me recetën time. Vendosni qëllime të larta. Dhe mos ndaloni derisa të arrini aty. Sa shumë dashuri kur gatuajmë. Dashuri që kalon brez pas brezi. Të dashurosh dikë që është larg. Është dëshmi se dashuria nuk është tek trupi, por tek shpirti. Sa më e vështirë është fitoria, aq më e madhe është lumturia. Ne jetoj me ju. Ne festoj me ju. Ne dashuroj me ju. Palma. Optika Roka. Zgjedhje e përkryer për familjen tuaj, me modelet më të reja dhe ikonike të syzeve të diellit dhe atyre optike për fëmijë dhe të rritur, si shitës zyrtar i brendeve botrore Luxottica. Optika Roka me përvojë të dëshmuar shumë vjeçare gjendet në 2 pika në qytetin e Gjakovës, në rrugën Ana Terez në qendër të qytetit, ku çdo të martë ofron vizita për pacientët mjeku specialist Ermal Dida. Në afërsi të sheshit Tom Lantosh, ku ju pret çdo ditë mjekja specialiste Shukrene Roka. Me teknologji inovative në të mirë të shikimit tuaj. Modele të reja të brendeve botrore nga Luxottica, vetëm në Optika Roka. Kualitet i lartë, shërbim cilësor. Si jemi më të lirë, jemi më të mirët. Optika Roka. Spitali Lindja, në objektin e ri, me staf profesional. Rikëthujem në studio për ta përgatitur recetën për sot, e cila është një puding i shëndetshëm. Unë shpesh me prindit kur bisedojmë, gjithmonë rekomandoj që pudingët t'i përgatisni në shtëpi dhe sa më pak ëmbëlsues të pashëndetshëm. Kjo recetë realisht me qenë se përmbahen çokoladë të shkrirë, të zezë, atëherë rekomandohet për arsye të çokoladës mbi 2 vjeç. Nëse realisht dëshironi me përgatit për fëmijët dhe me të vegjël, thjesht e largoni çokoladën. Pra, kemi një lugë gjelle, çokoladë të shkrirë. Vendosim një avokado të butë.
Pra kjo përveç se është një puding i shëndetshëm, gjithashtu pra ka shumë vitamina të duhura për fëmijët e juaj. Këtë recetë mund ta përgatisni edhe për vete, sepse është aq e shijshme, sa që nuk e di nëse do të dëshironi të përgatitni ndonjë puding tjetër të pashëndetshëm, pasi ta provoni këtë. Unë do të shtoj ujë kokosi, mirë po ju mund të shtoni thjesht ujë apo mund të shtoni edhe qumsht. Shtojmë edhe një banane. Pra ujë të kokosit kam shtu 50 ml. Një banane të plotë. Kalojmë në procesor. Masën, po e bashkojmë me ndihmën e lugës edhe pak me çokoladë. Shtojmë edhe këtë që na ka mbet. E kalojmë tek ena. Dhe ja ku e kemi një puding të shëndetshëm. Sipër mund t'i vendosni orra dhe receta është e gatshme. Uroj që t'ju pëlqejë dhe juve kur ta provoni. Ne shihemi të shtunën tjetër me të ftuar të tjerë dhe me recetat e reja. Deri atëherë, miru pafshim.